Sot është zhvilluar për të 7 vit të radhës si festa e grurit, një festë tradicionale e cila vjen si një frymëzim i një tradite mijëvjeçare nga antikiteti dhe zhvilluar pas viti. Festa e grurit sjell një traditë kulturore dhe bujqësore të promovimit të prodhimit vendas, të kulinarisë që i dedikohet festës së grurit, por edhe traditës muzikore, folklorike. Sot në këtë festë kanë ardhur shumë panajiri shndërtuar me fermerët e zonës, kryesisht, të cilët për herë të parë kanë sjell kultivarët vendas të grurit. Është panajiri i Bukës, njëkohësisht, edhe pjesa tjetër është pjesa e koncertit festiv, që janë këngëtarë të ftuar dhe këngëtarë të zonës. Është një festë që ndiqet masivisht. Pjesëmarrja e të ftuarve e vizitorëve në këtë festë arrin deri në 4000 veta, gjë që pasqyrohet edhe në natën e sotme, ndërsa burimet njerëzore që morën pjesë për përgatitjen e kësaj feste janë mbi 600 veta. Janë kryesisht banorë të zonës të Pojanit, por edhe të ardhur nga Fieri. Vizitorët e kësaj feste janë nga Myzeqeja, janë nga Fieri, janë nga gjithë Shqipëria, por dhe nga diaspora.